të gjithë e lutin Allahun te baraka taala. Yes'alu në qiellin tokë. Pranë të vëzhgojmë sa ka me lajke që lutin Allahun azza xal. Sa ka nga gjendën, nga njerëzit. Sa ka njerëz nuk e dim situata, ai mund të kon ateist, mund të kon situata që ty të kundërshton, ama ndoshta dikon tash është të thonë o Zot, fort zërje më. Nuk e dim atë. Kush e din, kush e ka lutur Allahun xhallah. Wallahi të vëzhgoj, më na zbrit Allahu listën e njerëzve që e kanë lutur fort Allahun, habitesh që ky ha, ti habitesh atë. Kimë po jo më këtë jam apo. Kur Allahu xhallah jo nxit listat e lutjeve kur kanë qenë zor edhe të mohimit pastaj atë. Ti habitesh atë. Yes'aluhu man fi as-samawati kayt anutin Allahu xhallah xhallah. Të gjithë kanë nevojë për Allahun te bartër. Kullu yawmin huwa fi shan. Jo çdo ditë vetëm, çdo moment, çdo çast, Allahu xhallah wala ndryshon gjendje. Don tregon për kujdesin e Allahut te bartëra dhe tregon për domthon pa vërtetësinë e pretendimit se Allahu e ka kriju këtë botë edhe e kalon. E kalon njerëzve. S'përzihet Allahu në punët e njerëzve. S'përzihet Allahu në detajat e njerëzve. S'mirret Allahu me gjunat e njerëzve. Me gjithçka Allahu mirret. Qase s'ndodh asgjë pa lejen e tij, pa dijen e tij, pa regjistrim. Gjithçka është kujdesi i Allahut te bartëra. Andaj Allahu thot kullu yawmin huwa fi shan. Kjo është shpresë. Gjithë Allahu azza një mëkatar i hap derën, pendohet. Gjithë Allahu përmeton gjallë në smurje e shërohet. Po edhe kundra një shëndosh smurët. Gjithë ndryshon. Dhe kjo i ka dy kuptime, edhe të shpresës për ndryshim, por edhe të kujdesit se mos u martoj me një gjendje nga se Allahu e ndron gjendjen. Andaj lutë Allahun xhallahu me të ruaj gjendjen e besimit, e mirëqenies, e rahatis nga se gjendja ndryshon shpejt vallahi. Habitesh sa shpejt njëri mund mu kthy nga i miri në të keq, nga i besimtar në jo besimtar, nga i pastër në varfër, gjendjet e shumë të ndryshojnë. Prandaj fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allahun fillon edhe ti mirënjohës ndaj Allahut vazhdimisht për begatitë dhe mirësitë që Allahu ka dhënë.